61 bashkitë në vend kanë akumuluar një stok detyrimesh ndaj bizneseve dhe qytetarëve në vlerën e 4.2 miliard lekëve, apo 42 milion eurosh deri në mars të këtij viti. Sipas të dhënave të Ministrisë së Financave, ajo që vjet re është se ka një rritje të borxheve prej 9 milion eurosh në raport me dhjetorin 2024, ku stoku regjistrohej në 33 milion euro. Detyrimi vendosur nga qeveria për shlyerjen e stokut, megjithse ka pasur ecuri pozitive në 2 vitet e fundit, sërish ka luhatje të herpashershme nga një tremujor në tjetrin, edhe pse qëllimi është që stoku i detyrimeve të përpambetura të zerohet totalisht. Të dhënat zyrtare të Ministrisë së Financave tregojnë se nga totali i detyrimeve të përpambetura ndaj bizneseve dhe qytetarëve, 1 miliard lek janë detyrime të papaguara për investime publike, 595 milion lek për shërbime, rreth 995 milion lek vendime të gjykatave dhe 1 miliard lek shpenzime të tjera. Por ka ndryshuar renditja e bashkive që kanë më shumë detyrime dhe cilat janë ato që kryesojnë. Referuar listës, vlera e borxheve që kanë bashkitë nuk lidhet domosdoshmërisht me sipërfaqen e tyre apo numrin e popullsisë përveç Bashkisë së Tiranës. Konkretisht në vendin e parë renditet Bashkia e Tiranë, e cila ka lënë pas Bashkinë Kavaj që kryesonte deri në dhjetor. Tirana rezulton me një vlerë detyrimesh në rreth 1.3 miliard lek, duke pësuar rritje të konsiderueshme nga dhjetori 2024. Më pas renditet Bashkia Kavaj me 753 milion lek borxhe, ndjekur nga Bashkia Pogradec me 254 milion lek, më pas vjen Bashkia Dimal me 169 milion lek dhe Rogozhin me 161 milion lek, duke ja lënë radhën Vorrës, Dibrës dhe Cerrikut. Në fund të listës së bashkive sa i takon vlerës së borxheve, renditen bashkitë Sarand, Malësi e Madhe, Korç, Has dhe listën e mbyll Librazhdi. Bashkitë kanë pasur si detyrim që të dorëzojnë pranë Ministrisë së Financave një plan të detajuar për shlyerjen e stokut të detyrimeve dhe t'i përmbahen atij.